Luan një nga rolet kryesore apo jo Benu të Erës, nëse nuk gaboj, si e pritët së pari thirrjen apo bashkëpunimin e ri me Sibelin dhe të gjithë produksionin? Ne pse që kemi bashkëpunuar edhe më herët, e disha që do ta kem besimin 100% tek Sibeli, sepse këto punë shkojnë pak edhe me besimin që i kemi produksionin me regjisorin, se është edhe dush me kalu edhe një kohë të mirë kur ingjizon diçka për popullin, ndoshta edhe ti mu kanë knaqt. Më së pari, pastaj me knaq edhe popullin. Pastaj edhe ajo energjia, po, edhe ajo energjia. Kur e pash scenarion që ma dërguan, e pash që shumë e kemi do pjesë tafërta me Erën. Është një vajzë shumë e lidh me social media, pak e lazdruar, që e thot hiq gjitha scenet që i kam brenda i thot që pa problem, edhe mendoj që i kemi do pika ngjashme dhe shumë u gëzova që do ta luaj një kësi lloj karakteri, se është shumë me energji, i ka skenat shumë me humor të lartë, edhe është.